A e dini se kush janë top 5 shtetet që investuan më së shumti në Kosovë gjatë vitit 2025? Investimet e huaja direkte në Kosovë arritën 1.3 miliard euro në vitin 2025, një rritje prej 30% krahasuar me vitin 2024. Gjermania renditet e para si shteti me më së shumti investime me 268.7 milion euro, pasuar nga Zvicra me 223.9 milion euro. E treta është Shqipëria me 103.6 milion euro, SBA në vendin e katërt me 92.5 milion euro dhe e pesta është Austria me 59.8 milion euro. Gjermania dhe Zvicra së bashku përbëjnë 48% të gjitha investimeve të huaja në Kosovë në vitin 2025. Sektori kryesor që tërhoqi investime më së shumti ishte patundshmëria, mbi 770 milion euro apo 75% e totalit. Pastaj renditën sektorët si tregtia, financa, teknologjia e informacionit dhe energjia. Fokusi i investitorëve të huaj janë ekonomia reale dhe zhvillimi afatgjat. Një sinjal pozitiv ky për rritjen dhe perspektive në Kosovës. Më shumë detaje i gjeni në telegrafi.com.